Zoida, kam dhe diçka të fundit për një ngjarje të rënë që ndodhi pak ditë më parë në Tiranë në vrasjen e biznesmenit Recep Ismaili, kryetar i shoqatës Çamëria Dega pra në Vlorë. Dua t'i pyes për aspektin personal, si e keni njohur ju? Është një figurë që edhe politikën për rastin e rënë që ndodhi e bëri bashk, pasi mesazhet ishin të shumta, edhe të gjithë para dhe pas kamerave flasin për njëri babaxhan, pra njëri pozitiv, por që në këtë rast ju çfarë dini më shumë dhe si e keni njohur? I ndjeri zoti Ismaili, Recep Ismaili, domethënë që ishte kryetar i Degës së Çamërisë, ka qenë një biznesmen i suksesshëm, njëri jo grindavec kur themi, është marrë me çështjen kombëtare të Çamërisë, meqense vjen me rrëj nga Çamëria. Nuk është dash që të ndodhin vrasje midis shqiptarëve. Unë gjithmonë them që shqiptarët me njëri tjetrin nuk duhet rritën, dhe them ai shqiptar që vret një shqiptar, ai është frikacak dhe nuk është trim. Ka ndodhur ajo vrasje, ajo ka ndodhur, ai aty ka qenë në tavolinë me një njeri tjetër që ata donin ta merrnin peng apo donin ta keq trajtonin, dhe ju i dini traditat dhe zakonet e shqiptarit, nëse dikush hyn në shtëpi apo gjendet në tavolinë me ty, nuk ka të drejtë asnjë ta marrë në mënyrë të dhunshme dhe jashtë dëshirës së tij. Kjo ka qenë. Është e çuditshme që policia apo deklaratat e Ministrisë Brendshme, ai sa i kam ndjekur unë, janë shumë të cekta apo shumë negative, kur po hetojnë jo si grup kriminal strukturuar, sepse atje duhet të kenë qenë si mass media 10-12 veta që kanë ardhur me prapavi, disa kanë pasur dhe armë, 3-4 veta nga aty kanë pasur dhe maska në kokë. Pra, domethënë kanë ardhur të përgatitur për të provokuar apo për të krijuar një incident të padëshirueshëm që nuk është i mirë në këto ditët tona, në këtë demokraci që jetojmë, në pretendimet tona për paqe dhe për kontrasud dhe BE, sepse një vend që ka vrasje her pas here nuk e meriton të jetë as antar i BE-s. Ka qenë një njeri aktiv i çështjes kombëtare për çështjen Çame, nuk ka qenë që të garcmoj njerëz, por siç e tham, duke zbatuar traditat, dhe ai e ka thënë dhe me gojë ndjeri që nuk e merrni këtë djalin këtu nga ne se është në shtëpinë tonë. Kjo është një traditë e njohur e shqiptarëve, që besa dhe në kull kur ka hyrë tjetri është luftuar me vite dhe s'ka dalë nga kulla derisa ka gjetë strehim nat kull. Ose shembulli që i kemi nëse hyn qoftë një kriminal në një manastir apo në një kish, ka qenë traditë atëherë në ato kohra, nuk shteti nuk do hynte dot në për manastiret e krishterë, apo ta bëjmë këto, janë tradita të njohura. Por policia duhet bëj realisht punën e saj dhe jo të ketë ndikime politike apo nga grupet e drogës. Ajo që kam unë frikë tani, frika ime, para gjykim gjithmonë, është që vrasësi mund gjej strehim politik. Në Greqi siç kanë gjetur 2-3 vrasës të tillë, ku dhe Bejleri ka mbrojtur një vrasës, mos gaboj nga Pieri që bëri një vrasë, tha i jepë strehim politik se ky është vorje e periudhë, ta ka mbrojtur çështjen greke, ka mbrojtur çështjen greqizimin e Shqipërisë, domethënë në përmendje që jeni lexuar para 3-4 vite, dhe ai kriminali që bëri vrasjen në Shqipëri sot jeton i lirë dhe Greqia nuk e ekstradon, kemi edhe raste të tilla, pra nuk e ekstradon në Shqipëri. Gjoja është vorje periudhë, është greke dhe ne duhet t'i mbrojmë. Pra, për grekët vrasësi mbrohet. Edhe un kam frikë në këtë rast, duke shfryzuar dhe që kam vrarë, do thotë ai, ndoshta nga avokatët e tij, ndoshta kam vrarë dhe kryetarin e shoqatës Çamëria dhe ja kush jam unë, që kjo nuk duhet të ndodhi dhe herë është para gjykim. Nuk është kështu, por duke parë raste të tilla, 2-3 raste të tilla vrasësve që kanë gjetur strehim në Greqi, në shtetin grek, zyrtarisht duke pajisur dhe me leje politike qendrimi, mund të ndodhin dhe raste të tilla, se Greqia është e njohur që për njerëzit që kanë kryer vrasje apo terrorizëm dhe në Turqi dhe në Shqipëri ka strehuar me 10 apo me qindra kurd që kanë kryer akte terroriste në Turqi, ka strehuar dhe i ka pajisur me pasaporta greke. Të dihen, jam të njohur në Greqi kush ka, që Greqia strehon këta që kryejnë akte terroriste në Turqi, po dhe në Shqipëri që kanë kryer vrasje ka strehuar. Të ne kanë treguar dhe mediat e Shqipërisë. Duke i shprehur edhe një ngushëllimet familjes, zotë Llalla, unë të falenderoj shumë për bisedën dhe çështjet që trajtuam, të uroj javë të mbarë dhe gjithë të mira. Faleminderit dhe juve dhe shpresojmë që policia në këtë rast që tham të bëj punën e saj e qetë dhe mos ndikohet me ndërhyrje të lartë e poshtë. Pra, thelbi është asaj meraku juaj që aty ishin 8 persona edhe mbi 3 quhet grupi strukturuar kriminal, pra për të mos e shmangur këtë akuzë. Kanë qenë mbi 10 persona, 3 makina kanë qenë dhe motora ka pas. Zotë, të falenderoj shumë.
Faleminderit dhe juve.